kaq e thjeshtë, që mos ndodhemi më shumë. Zoti Rama gjithashtu duket se ka pjesë kryesore të retorikës së tij, pjesës se çfarë ka bërë ai për rritjen e kredibilitetit të Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Zoti Rama thotë që gjatë drejtimit tim tashmë Shqipëria shihet si e barabartë nga të gjithë, në Shqipëri vinë liderët e gjithë Europës dhe gjithë botës në samite të ndryshme. Pavarësisht dikush do thoshte që retorika kryesore duhet të jetë si mund votoni ju kundër një qeverie që ka bërë 1, 2, 3, 4 gjëra gjatë këtyre viteve. Sigurisht. Por kjo është zgjedhur tani. Përkundër non grata, këneta e të tjera që thot. Si është përgjigjja për këtë? Do flas përsëri si kandidat për Parlamentin e Shqipërisë, për Republikën e Shqipërisë, për votuesit shqiptar. Apo rriten pagat nga këto samitet që po organizon Edi Rama? Apo indeksohen pensionet nga këto samitet që organizon Edi Rama? Apo mirë menaxhohet buxheti publik nga këto samitet që organizon Edi Rama? Apo ndalohet vjedhja e fondeve europiane në HDP nga këto samitet europiane? A ka rënë numri i azilantëve shqiptar në Europë nga këto samitet europiane? E pra, le ta shtrojmë pyetje ndryshe. A mos është pikërisht Europa që po tenton nëpërmjet këtyre samiteve që ta mbrojë rrëshqitjen diktatoriale drejt lindjes me sualitetet Erdoganit të Edi Ramës? A mos është Europa që ka frikë që parat ruse, influencat malinje përfshirë nga Beogradi dhe Stambolli, apo dhe nga Irani, kanalizohen nëpërmjet trafiqeve ndërkombëtare në Shqipëri për pasojë? Europa thotë duhet të jetë më prezente. Mbase duhet mbyllë dhe një sy për hatët të stabilitokracisë. E pra, kemi të kujdesshëm, flasim për qytetarët, flasim për shqiptarët, flasim për votuesit. Sot, ne nuk mund të gënjehemi nga një diplomaci e cila faktikisht diplomacia e samiteve, në fakt është thjesht një vegël e Edi Ramës për të mbajtur nën shantazh europiane. Pra nëse ka një anti-amerikan, anti-perëndimor, anti-europian në Shqipëri, është Edi Rama i cili e ktheu Shqipërinë burimi kryesor sipas vetë raporteve europiane, sipas vetë raporteve europiane të Europolit e kështu me radhë, si korridorin kryesor të trafiqeve të kokainës dhe të drogave dhe trafiqeve të tjera. Ka gjë akt më anti-europian se sa të financosh, të futesh në parlament, të zbardhësh në beton parat e krimit ndërkombëtar të atij europian? A ka më akt anti-europian se sa të jesh një e dy mbrojtës i agendës anti-europiane të Vučićit? A ka më akt anti-europian se sa të mbjedhësh varfërinë në vendin tënd e për pasojë ti ta dobësosh tregtinë në Europën dhe ta mbyll me këtë? A ka më akt europian se sa në 60 investitorë strategjik që kanë marrë status në strategjik, ju e dini çfarë është, përfshi këtu marinën e Durrësit, të mos ketë veç 1-2 investitor real europian. Pra, dhe tek investime strategjike që janë 100 miliona eurosh, po pastrohet parat e drogës, e kush e di kujt. Nuk po vinë investitorë europian. Shikoni rrugët, shikoni koncesionet, shikoni investimet, shikoni sektorin bankar, shikoni kompanitë e huaja, investimet e huaja. Janë larguar të gjitha. Ju e mbani më në 2013 sa Partia Demokratike është larguar nga pushteti, kanë qenë mbi 15 banka, shumica europiane, sa kanë mbetur sot. Çfarë kapitali kanë ato? Shikoni telekomunikacione, shikoni investimet e huaja, investimi huaj më i madh sot është nga Holanda. Jo se janë investime në korporata, të cilat krijojnë vende pune dhe rrisin standardet për të bërë europian, por janë asete, prona imobiliare, kua, resorte të cilat blihen nga vetë pushtetarët që japin lejet për to me paratë e drogës që ata kërkojnë pastrojnë. Kjo është anti-europianizmi, të shpopullosh vendin tënd. Ta shpartallosh atë në terma infrastrukture, në terma resursesh, në terma burimesh natyrore, ujore, mjedisore kështu me radhë. Kjo pra është e vërteta e ripërsërisë, shumë e thjeshtë kur ne themi dhe flasim, ne themi fakte të cilat janë të pakontekstueshme. Kur ato flasin, kur ato tregojnë propagandën e tyre, ata gënjejnë. Kemi thënë me inseneratorin që nuk ekziston, që ata thojnë është aty, e kemi thënë me sterilizimin, me check-upin, me 5D e Rovelis, me 5B e Ballukut e kështu me radhë. Ne themi të vërtetë, ata thonë
të gënjeshtër. Ne jemi pro-europian. Ata janë në fakt pro-europian, sepse flasin faktet. Në fakt është ndoshta fushata e parë ku vendet e huaja janë përmendur